Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! E njihni këtë bimë, përdoreni në këtë mënyrë dhe shpëtoni nga këto sëmundje. Përbërësit e kësaj bime janë vajrat esencial, tanina, flavonoide, tokoferole, kolin, substanca të tharta. Veprimi i saj është antispazmodik, tonik i tretjes, parandalon të vjedhurat, relakson enët periferike të gjakut, nxit djersitjen, por edhe ul temperaturën e lartë, nxit rrjedhjen e lëngut të tëmthit dhe është analgjezik. Bëhet fjalë pikërisht për bimën e mentes, e cila është një bimë me veti të larta shëruese. Kërcelli bashkë me gjethet relakson muskujt e traktit të tretjes dhe nxit rrjedhjen e lëngut të tëmthit. Pra, janë të dobishme për problemet me tretjen, formimin e gazdrave, dhimbjen e barkut dhe gjendje të ngjashme me këto. Pjesët sipërfaqësore të mentes ulin ndjesinë për të vjedhë dhe për këtë mund të jenë të rëndësishme në rastet e udhëtimeve me makinë, për personat që i zë makina gjatë udhëtimit. Ato nxisin edhe djersitjen duke ulur temperaturën në grip dhe rruf. Vaji esencial i mentes përmban sasi të mëdha mentoli. Në doza të larta ai është analgjezik, i cili ulë dhimbjen dhe njëkohësisht arrin që të qetësojë trupin. Nga ana tjetër, duhet të keni parasysh se ai mund të përdoret për shqetësime të lëkurës, etheve, dhimbjen e kokës dhe migren. Si antibakterial, ndihmon për të luftuar infeksionet, në qoftë se avojt e tij thithen, ndihmon në lirimin e rrugëve të frymëmarrjes. Përdorimi: çaji merret për të qetësuar ndjesinë e të vjellit, përmirëson tretjen, ulë ndjenjën e rëndesës dhe pakson gazrat, qetëson dhimbjen e barkut, dhimbjen e kokës dhe migrenën, si edhe temperaturën e lartë. Tinktura përdoret njësoj si çaj. Kompresat: njomet në leckë, çaji i mentes dhe përdoret për të qetësuar dhimbjet reumatizmale të kyçeve, si edhe neurologjinë, dhimbje me origjinë nervore. Inhalacioni, pra duke thithur me hundë dhe gojë avojt, të cilët dalin nga zjerrja e çajit të gjetheve të mentes, duke çliruar rrugët e frymëmarrjes. Vendosni disa gjethe të njoma në një enë me ujë të nxehtë dhe thithni avojt për të lehtësuar hundët e bllokuara. Shpëlarja: përdoren 2 deri në 3 pika vaj mente në 10 ml ujë. Për lëkurën e irrituar nga djegjet, pezmatimet, zgjebja dhe infeksionet nga krimbat e rrumbullakët, për të larguar insektet. Në këtë video, bazuar në disa studime dhe kërkime të shumta, do të shqyrtojmë përfitimet shëndetësore të çajit të mentes. Ndihmon me tretjen. Gjethet e mentes janë të pasura me antioksidant dhe fitoushqyes, të cilët i vijnë në ndihmë stomakut dhe përmirësojnë gjithashtu tretjen. Për efektin më të madh e ka vaji i mentes, i cili është më i përqendruar se çaji. Disa prova kanë treguar se vaji mund të ofrojë lehtësim për pacientët me sindromën e zorrës së irrituar. Në rast se po mendoni të përdorni vaj ose çaj mente për të trajtuar ndonjë problem shëndetësor, drejtohuni fillimisht tek mjeku juaj për të garantuar, në qoftë se ai është i përshtatshëm për ju. Freskon natyralisht gojën, i famshëm për shkak të aromës dhe shijes së tij të pastër dhe të mrekullueshme. Çaji i mentes mundet që të ndihmojë në eliminimin e erës së keqe të gojës.
Ai ka veti antibakteriale të cilat munden të ndihmojnë në eliminimin e mikrobeve të cilat shkaktojnë sëmundjen e pllakave dhe mishit të dhëmbëve. Nuk përmban kafein, ndërkohë që shumë njerëz e konsumojnë këtë lloj çaj pasi e pëlqejnë shijen e tij. Shumë mendojnë se është një mundësi e jashtëzakonshme për të zëvendësuar pijet me kafein. Mbajtja larg e kafeinës, veçanërisht në mbrëmje, mundet që të ndihmojë në problemet me gjumin ose tensionin. Stimulon gjithashtu mendjen tuaj. Aroma e çajit të mentes stimulon trurin tuaj duke ju bërë juve më vigjilent, një qasje krejtësisht e këndshme e cila rrit përqendrimin tuaj. Ka veti antibakteriale dhe antivirale. Çaji me mente mundet që të jetë një zgjidhje e sigurt dhe e tërheqëse për të trajtuar dhimbjet e kokës. Gjithashtu ju mundet të provoni të aplikoni vajin esencial të mentes në zonën e tëmthit dhe vetullave në rast se kur keni dhimbje koke. Pastron sinuset. Mentoli mundet që të ndihmojë në luftimin e problemeve të sinuseve. Prandaj, ndërsa konsumoni çajin me mente, sigurohuni që të thithni dhe avullin që lëshon çaj i nxehtë. Gjithashtu, këtu ne do t'ju tregojmë se mentja është një barishte shumë e pasur në vlera ushqyese të larta për shëndetin. Vitaminat dhe mineralet që ajo përmban rendisin atë ndër erëzat dhe barishtet më të shëndetshme për organizmin. Sipas të dhënave, konsumimi i gjeteve të mentes jo vetëm se përmirëson funksionet e trurit, por edhe të sistemit tretës. Vlerat shëndetësore. Sistemi tretës. Konsumimi i rregullt i gjeteve të mentes ndihmon në përmirësimin e sistemit tuaj tretës. Mentoli është një përbërës i cili gjendet tek të gjitha barishtet e familjes botanike ku bëjnë pjesë mentja dhe nenexhiku, që tësojnë muskujt e aparatit tretës duke zbutur dhimbjet. E ftohura. Vlerat e mentes janë përgjithsisht pozitive në zhbllokimin e rrugëve të frymëmarrjes të prekura nga e ftohura dhe gripi. Higjiena e gojës. Mentja ndihmon në largimin e erës së keqe të gojës. Ajo është efikase kundër mikrobeve që akumulohen në dhëmbë dhe qelz dhe optimizon higjienën e gojës. Funksionet e trurit. Aroma e mentes mjafton për të përmirësuar fuqinë e trurit dhe përmirësuar funksionet dhe aftësitë e tij. Mentja për tretje të shkëlqyer. Vaji esencial i mentes dhe nenexhikut përshpejton në zbrazjen e stomakut nga mbetjet ushqimore dhe shmang pengesat në aparatin tretës. Mentja në mjekësinë popullore. Në mjekësinë popullore kineze, mentja përdoret gjerësisht për vlerat e saj qetësuese dhe aromatike. Ajo konsiderohet shumë e dobishme në përmirësimin e shëndetit të mëlçisë, mushkërisë dhe zorrës së trashë. Shpesh mentja përdoret për të trajtuar diarren apo dhimbjet menstruale. Mentja është një barishte e cila lulëzon shpejt dhe kërkon përkujdesje minimale, prandaj ju mund të mbillni një filis të bimës ose të këpusni një deg nga bima, ta fusni në një enqelqje me ujë dhe prisni derisa të lëshojë rrënjë. Më pas udhëzohet ta transferoni në një vazë dhe rriteni në balkon ose parvazën e dritares. Mirë, po duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku. Para se të përdorni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloheni më parë me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton.
Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!